Dashi, sot do të ndihesh plot energji dhe entuziazëm, sikur dita është e gjitha e jotja. Në aspektin e dashurisë, trego kujdes dhe dëgjim aktiv ndaj partnerit. Ndërsa në punë, mos hezito të marrësh iniciativën për një projekt të ri që të ka ngacmuar mendjen. Financat duken relativisht të qëndrueshme, por shmang harximet e panevojshme për të ruajtur balancën. Nëse ndihesh i tensionuar, një shëtitje e qetë do të bëjë mrekulli për të qetësuar mendjen. Kujdesi ndaj shëndetit mendor është kyç sot. Reflekto mbi gjërat për të cilat je mirënjohës dhe kjo do të të ndihmojë të përballosh çdo sfidë me pozitivitet. Mbrëmja premton qetësi në shtëpi, ku mund të gëzosh momentet e vogla që të ngrojnë shpirtin. Demi, dita e sotme sjell energji pozitive dhe mundësi për të forcuar lidhjet e zemrës. Merr pak kohë për të reflektuar mbi ndjenjat dhe për të komunikuar hapur me ata që do. Në punë, ide të reja mund të shfaqen papritur, ndaj mbaj një laps dhe një letër afër për t'i shënuar. Instinktet financiare janë të mprehta dhe mund të bësh një zgjedhje të zgjuar në lidhje me investimet. Mos hezito të kërkosh këshillën e një eksperti nëse ndihesh pak i pasigurt. Sot, përpiqu të gjesh pak momente qetësie në natyrë, ndoshta një shëtitje në park. Kjo do të ndihmojë për të mbushur shpirtin me paqe dhe për të rifreskuar mendimet. Kujto se gjithçka që bën duhet të vijë nga zemra. Binjakët, ndërsa dita fillon, zemra juaj ndjen dëshirën për aventura të reja, por ndonjëherë është më mirë të shijoni qetësinë në momenteve të tanishme. Në punë, përqendrohuni në detajet e vogla, ato mund të sjellin surpriza pozitive. Një bisedë e papritur mund të ndriçojë rrugën drejt një mundësie të re. Në marrëdhënie, hapeni zemrën tuaj, por mos harroni ndjenjat e partnerit. Një takim i ngrohtë në mbrëmje do të rigjallërojë lidhjen tuaj. Financat kërkojnë vëmendje, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme këtë herë. Këshillohet të bëni një buxhet të përshtatshëm për të ruajtur ekuilibrin. Lërini mendimet të rrjedhin si valët e një deti të qetë, duke ju udhëhequr në zbulime të reja për veten tuaj. Daforia. Ditën e sotme, ndjenjat do të jenë në harmoni me mendimet. Do të ndihesh i arrethuar nga një energji pozitive që të fton të ndjekësh intuitën. Në vendin e punës, shfrytëzoj momentet e qeta për të vlerësuar planet afatgjata. Një ide e re mund të çojë drejt një projekti të suksesshëm. Në çështjet e dashurisë, bëu i hapur dhe i sinqert me partnerin end, pasi kjo do të sjellë afrim emocional. Nëse je ende në kërkim të dashurisë, një takim i papritur mund të zgjojë kuriozitetin tënd. Financat duken të qëndrueshme, por mos bëj shpenzime të panevojshme. Kujdesi ndaj shëndetit është i rëndësishëm, merr kohë për t'u relaksuar dhe për të medituar. Sot, lëri zemrës të udhëheqë rrugën tënde. Luane. Sot do të ndjesh një energji të veçantë që të frymëzon për të ndërmarrë projekte të reja. Në punë, qasja jote kreative do të të ndihmojë të dallohesh. Bashkëpunimi me kolegët do të jetë kyç për të quar përpara idetë tua. Në dashuri, është momenti për të dëgjuar partnerin dhe për të krijuar hapësirë për dialog. Mos harro që një fjalë e mirë mund të bëjë mrekulli. Financat do të kërkojnë vëmendje, por një planifikim i mirë do të jap fryte në të ardhmen. Kujdes me shpenzimet impulsive. Për sa i përket ndjesive, harmonia e brendshme sot do të jetë qetësi për të përballuar çdo sfidë. Merr kohë për të reflektuar dhe gjeje kënaqësinë në gjërat e vogla. Virgjëresha. Sot është dita për të përqafuar ndryshimin dhe për të bërë paqe me të shkuarën. Në punë, pritet të kesh një përpunim të papritur, prandaj qëndro i hapur ndaj mundësive të reja. Në dashuri, përpiqu të jesh më i hapur me ndjenjat e tua. Partneri yt do ta vlerësojë sinqeritetin tënd. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të sjellë diçka interesante në jetën tënde. Financat duket se janë në ekuilibër, por mos harro të shpenzosh me kujdes. Meditimi dhe relaksimi sot do të sjellin qetësi shpirtërore. Dëgjoj intuicionin, ai do të të udhëheqë drejt vendimeve të drejta. Mbaj mend, harmoninë e brendshme do ta gjesh duke qëndruar i vërtet me veten. Lejo vetveten të ndritesh. Beshoria. Dita e sotme sjell energji harmonike dhe hapësirë për reflektim. Në dashuri, ndjeheni të inspiruar për të ndarë momente të vogla, por magjike me partnerin tuaj. Nëse jeni beqar, mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja. Emocionet e sinqerta janë çelësi. Në punë, bashkëpunimi do të jetë kyçi i suksesit tuaj, ndaj bëhuni të hapur ndaj ideve të reja që sjellin kolegët. Financat tuaja janë në një pikë balancuese, por kujdes mos shpenzoni më tepër se ç'duhet. Meditoni mbi prioritetet e jetës dhe mos neglizhoni dëshirat e brendshme. Dëgjoni intuitën tuaj, ajo do t'ju udhëzojë drejt rrugëve të reja dhe ndriçuese. Bëni pak kohë për veten, një moment reflektimi do t'ju qartësojë mendjen dhe shpirtin. Arkripi.
Sot, një energji e thellë do të ndriçojë shpirtin tënd, duke të shtyrë të kërkosh më shumë nga vetja. Në dashuri, ndoshta është koha për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur brenda. Bisedat e sinqerta do të forcojnë lidhjet, duke sjellë një afërsi të re. Në punë, fokusohu në detajet dhe mos nënvlerëso fuqinë e bashkëpunimit. Një koleg mund të ofrojë një perspektivë që do të ndryshojë mënyrën si e sheh një projekt të vështirë. Financat kërkojnë kujdes, mos merr vendime impulsive dhe vlerëso çdo hap. Në shpirt kërko paqe dhe qetësi. Një meditim i shkurtër mund të ofrojë qartësinë e nevojshme. Ndaje ditën mes detyrave dhe momenteve të pushimit, duke e pranuar çdo ndjesi që sjell harmoni. Shigjutari. Ndërsa dita nis me një dritë të veçantë, një mundësi e re vjen në horizont. Në punë, mbaje mendjen të hapur për ide të freskëta dhe bashkëpunime që mund të sjellin përfitime të papritura. Aftësia për të dëgjuar dhe për të analizuar do të jetë qetësi i suksesit. Në dashuri, lejo zemrën të hapet dhe përjetoni momente intime që sjellin ngrohtësi dhe harmoni. Partneri do të vlerësojë veprime të vogla, por të menduara mirë. Financat përmirësohen me hapa të ngadalë, por të qëndrueshëm, ndaj shmang rreziqet e panevojshme dhe ruaj balancën. Sot është dita për të vlerësuar gjërat e vogla që kanë rëndësi. Ndjenja e qetësisë dhe e sigurisë do të shoqërojnë, duke të dhënë besim për të ardhmen. Brizjabi. Ditën e sotme do të ndiheni të përqendruar dhe të vendosur për të realizuar qëllimet tuaja. Një diskutim me një koleg mund të sjellë një perspektivë të re dhe ndihmëse për karrierën tuaj, prandaj mbani veshë të hapur. Në çështjet e dashurisë, momentet e vogla të afërsisë do të jenë të rëndësishme. Kushtojini vëmendje çdo detaj për të forcuar lidhjen tuaj. Kujdesuni për financat, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për investime afatgjata. Një shëtitje e shkurtër në natyrë do të rigjenerojë energjitë tuaja dhe do t'ju ndihmojë të ndiheni më të qetë. Ndiqni instinktet tuaja dhe mos u friksoni nga sfidat, pasi keni forcën për t'i përballuar me sukses. Dita premton të jetë e mbushur me mundësi dhe qetësi. Ujori. Dita e sotme zbukurohet nga një energji pozitive që të fton të eksplorosh. Në dashuri, ndjenjat do të jenë të thella dhe të sinqerta, duke të ofruar mundësinë të afrosh ditë më pranë zemrës tënde. Në punë, është koha për të marrë iniciativën dhe për të propozuar ide të reja. Ndjenja e frymëzimit do të jetë e pranishme, duke të ndihmuar të gjesh zgjidhje krijuese për sfidat që mund të lindin. Financat janë të qëndrueshme, por trego kujdes me shpenzimet e panevojshme. Ndjenja e brendshme e qetësisë do të ushqejë shpirtin tënd, duke të ndihmuar të përballosh çdo gjë me një buzëqeshje. Bëj një shëtitje në natyrë për të rimbushur energjinë dhe për të rigjetur harmoninë e brendshme. Peshqit. Sot është një ditë për të lënë imagjinatën të udhëheqë. Në punë, krijimtaria juaj mund të sjellë zgjidhje të reja për probleme të vjetra, ndaj mos hezitoni të ndani idetë tuaja. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin mund të sjellë afërsi dhe mirëkuptim të ri. Financat kërkojnë vëmendje, por mos u shqetësoni, qëndrimi pozitiv do t'ju ndihmojë të menaxhoni çdo sfidë. Mund të ndjeni nevojën për ndalim dhe reflektim, duke e gjetur qetësinë në momente të vogla. Kujdesuni për veten dhe bëni diçka të thjeshtë që ju bën të lumtur. Një shëtitje në park apo një libër i mirë mund të jetë qelësi për të rizbuluar gëzimin e brendshëm. Kjo është një ditë për të ndërtuar ëndra të reja.